me disponimin e tanishëm të Putinit, nuk shohim ndonjë disponim, përparim, që ajti kthehet ide së krijimit të një ambienti që mundson një paqë të qëndrueshme. Pra pavarësisht të vullnetit të Trump, kur nuk ka vullnet të Putinit nuk mund të ketë marrëveshje, kjo i bie kështu. Ato e tha edhe vetë presidenti Trump. Nëse i referohem presidentit Trump, do dua një postim të tij për ta rikthyer pak vëmendjen këndej, me që ju jeni njohës shumë i mirë i politikës amerikane edhe i politikës jashtme, sidomos presidenti Trump tha Irani dhe Izraeli duhet të arrijnë një marrëveshje dhe do të arrijnë një marrëveshje ashtu siç bëra që India dhe Pakistani të arrinin në atë rast duke përdorur tregtinë e Shtetit Bashkuar të Amerikës, për cila arsye kohezion dhe kthjellësi në bisedimet mes dy udhëheqësve të shkëlqyer që morën shpejt një vendim dhe ndaluan. Po ashtu gjatë mandatin tim të parë, kjo është fjalia që ka marrë shumë vëmendje këtu, thotë Serbia dhe Kosova ishin përfshirë në përplasje të ashpra siç kanë qenë për dekada me radhë, dhe ky konflikt i gjatë ishte gati të shpërthente në luftë. Thotë unë ndalova atë, në klapa thotë Biden i ka dëmtuar perspektivat afatgjata me disa vendime shumë të gabuara, por unë do ta rregulloj përsëri. I referohet edhe pjesëve tjera, por do të ndalem këtu. Çfarë paralajmërimi, si mund të merret ky paralajmërim për Kosovën, zoti Shehu? Në dy nivele, në aspektin e kundërshtive deklaratave politike midis dy partive, dy presidentëve, ajo i takon popullit amerikan, i takon qeverisë amerikane. Aty ne si Kosovë, si kosovar, nuk duhet të ndërhyjmë. Absolutisht nuk duhet. Edhe pse është ndërhyrë në shumë raste. Komentojmë. Tash në nivelin e dy që ka na intereson neve si shteti Kosovës për forcimin e shtetësisë tonë, për rrugën tonë euroatlantike, për integrimin tonë në NATO, për ndërtimin e një shoqërie prosperuese dhe demokratike, domethënë. Mitësia dhe partneriteti është rrugë dykoshe. Dhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pavarësisht se cila është administrata e cila menaxhon, po ka vullnetin e ka votën e qytetarëve amerikanë që të menaxhoj, ne duhet jemi shumë të përkushtuar dhe të sinqert në partneritetin dhe miqësinë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sa i përket administratës, mendoj që kemi humbur shumë kohë dhe është koha tani që të bëjmë gjithçka që është e mundur që administrata amerikane, qeveria amerikane të merr udhëheqjen e procesit të përmirësimit të marrëdhënieve midis shtetit të Kosovës dhe shtetit të Serbisë. Ne po e shohim që bashkimi... A është ky një lloj paralajmërimi që Amerika do merr rol më aktiv mes Kosovës dhe Serbisë, apo është thirrje që Amerika ta bëjë një gjë të tillë në një moment kur në Evropë ka shumë pikë pyetje të hapura dhe ka shumë përqasje shumë më ndryshe? Po, nuk ma mërmendja që presidenti amerikan bën thirrje, unë po shpresoj... Jo, po thonë thirrje juaj në kuptimin që Amerika të merr si pozicion politike, kam fjalën. Kjo është thirrja ime pushtetarëve tanë, qeveritarëve tanë që të jenë më të përkushtuar dhe të gjejnë mënyra që të inkuadrojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës që të marrin udhëheqjen e këtij procesi të dialogut. Mendoj që pa involvimin e drejt për drejt të SBA-s në procesin e dialogut, ky proces nuk do të shkojë asgjë. Përkundrazi, koncesionet që i shohim ndaj shtetit serb, ndaj regjimit të Vučićit, nga shtetet e Bashkimit Evropian, janë shumë të dëmshme pozicionit dhe interesit të Kosovës. Zoti Shehu, nuk druani për një marrëveshje shembull të shpejtë që mund të bëjë, që mund të ishte një marrëveshje shembull me dëme. Po i hapim thojzat, mund të kthehen idetë e ndryshimit kufive, idetë të cilat më herët nuk është që kanë qenë krejt në tavolinë, dhe nuk është që krejt kanë qenë të përjashtuara nga administrata amerikane. Ndonse jo zyrtarisht, asnjëherë zyrtarisht nuk është diskutuar, por kanë qenë të diskutuara në kuluare edhe në pozicione shumë të rëndësishme. SBA-t kanë qenë përkrahasi, promovuesi më i fuqishëm i shtetësisë tonë, i shtetit tonë, i sovranitetit të Republikës së Kosovës, si një shoqëri multietnike. Domethënë, në ato negociata
kriteret bazë të pa negociueshme nga ana jonë, duhet jetë integriteti territorial dhe sovraniteti. Sepse në momentin e parë që ne lejojmë që ato të bëhen temë e negociatave, rreziku është, në pas të drejtës ndërkombëtare, që ne vetë mund të fillojmë të heqim dorë nga sovraniteti dhe integriteti territorial. Kështu që nuk i frigona mundësisë së Kosovës të vendos kriteret bazë të përmirësimit të marrëdhënieve. Këto biseda dhe njëherë janë biseda të përmirësimit të marrëdhënieve në mes të dy shteteve, shtetit të Kosovës dhe shtetit të Serbisë. Mirë po, në anën tjetër, gjithashtu duhet të gjejmë rrugë që dialogu me Serbinë për përmirësimin e marrëdhënieve midis dy shteteve të mos na parandaloj, të mos bëhet pengesë e proceseve që për neve janë shumë më me rëndësi, proceset e integrimit në Bashkimin Evropian dhe proceset e integrimit në NATO. Ju keni parë materien dhe substancën e marrëveshjeve të arritura deri më tani. Sa shihni të mundshme që administrata Trump t'i përqafoj këto marrëveshje të arritura në të kaluarën, apo e shihni një perspektivë tjetër që mund të hapet një ide për një zgjidhje krejtësisht ndryshe në rrafshin e tregtisë që e quan ai, ose në një rrafsh business, siç e quajnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, zoti Shehu? Është pyetje shumë me vend, kushtem, faleminderit. Më varet nga aftësia jonë, negociuese, nga pozicioni jonë negociues, nga mitësia jonë me administratën Trump. Kemi hyrë në një periudhë ku vendimet politike, strategjike, nuk janë më vendime të proceseve. Po. Janë vendime të momentit. Kështu që koha në të cilën ne duhet të reflektojmë, të ndërtojmë pozicion, të ndërtojmë platformë negociuese, tani është shumë më e shkurt. Unë këto e shoh si mundësi më shumë se sa si sfidë, sepse mundësia jonë është që të rikthehemi dialogut në esencë, që esenca e dialogut është njohja e shtetit serb, shtetit të Kosovës dhe përmirësimi i marrëdhënieve midis dy shteteve. Serbia sot është shteti serb, regjimi serb është shumë më i varur në proceset e veta euroatlantike se sa Kosova për arritjen e kësaj marrëveshje. Këto duhet ta shfrytëzojmë. Gjithashtu duhet të shfrytëzojmë faktin që ne nuk e kemi bërë edhe aq mirë se sa është dashur të bëhet gjatë këtyre viteve, është shfrytëzimi dhe argumentimi dhe përdorimi e vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë mbi sovranitetin dhe të drejtën e Kosovës për shpalljen e sovranitetit. Ju mendoni që nuk është përdorur mjaftueshëm në politikën e jashtme kjo? Promovimi i një kundërpërgjigje të ashpër që i ka shkuar Serbisë ndaj pyetjes që e ka bërë vetë? Po, mendoj që nuk është përdorur dhe mendoj që duhet të përdoret më mirë kjo. Duhet të përdoret në secilin takim, duhet të përdoret në secilin instancë ndërkombëtare, sepse siç e thatë edhe vetë, fuqia e vendimit të GND-s është që ka qenë reagim, refleksion, përgjigje ndaj një emocioni nga shteti, regjimi jon armik, regjimi i shtetit serb. Si mund të përdoret është që t'i rikujtohet secilit institucion ndërkombëtar që në çfarë do mënyre nuk e njeh sovranitetin e Kosovës, duke u thirrur në procedura tyre të mbrëmshme, t'i rikujtohet që janë në kundërshtim me vendimin e GND-s. Dhe ka mekanizma ligjor ndërkombëtar që kjo përgjegjësi edhe të ndjeket. Kështu që unë institucionet politike ndërkombëtare, një fushë që i druan dhe që nuk e njohin, është e drejta ndërkombëtare. Kështu që thirrja ime institucioneve tona është që të përdoret vendimi i GND-s në secilin takim, jo vetëm gjatë proceset të dialogut, por në secilin instancë ku ka një tentativë e cila arsyetohet me procedura të mbrëmshme të atij entiteti ndërkombëtar, që Kosova ose të përdoret më fusnot ose të mos njihet si shtet i pavarur dhe sovran. Gjatë mandatit zotit Biden, presidentit
amerikan pati një ndryshim të kursit amerikan në raport me formulën e një marrëveshje përfundimtare ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Për këtë ndikoi natyrisht lufta në Ukrainë edhe shumë çka. Derisa në ato momente qëndrimi amerikan ose deri në ato momente që ka qenë njohje ndërsjell, po respektim edhe i marrëveshjeve, më pastaj njohja ndërsjell direkte u hoq nga një formulim i mundshëm. Tani Serbia e kërkon me ngulm një krijesë të brendshme për brenda shtetit Kosovës, që është asociacioni komunave me Shumicë Serbe, për cilën nuk është që ka patur vullnet nga njëra dhe tjetra palë, nëse i referohen pozicioneve politike, të subjekteve politike për ta zbatuar. E kërkon me ngulm asociacionin, por nuk është e gatshëm ta bëj njohjen ndërsjell. Sa është realiste që një marrëveshje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë mund të jetë e qëndrueshme pa e patur njohjen de facto dhe de jure, po e quaj njohjen formale të ndërsjell, kur do dijej se cili do të ishte pozicioni i Kosovës dhe se cili do të ishte pozicioni i Serbisë. Apo është e dëmshme që të lejohet krijimi i asociacionit pa patur njohje të ndërsjellë, duke e ditur që e ke një shtet që të lufton nëpërmjet një mekanizmi dhe atë mekanizëm e krijon ose e ka shtesë eventualisht. Problemi me kur nuk është paraqit asociacioni si një kusht, ndërlidhet me disa lëshime që ne i kemi bërë më herët. Po filloj me çështjen e, që s'është është harru, çështjen e tabelave, ku ka fillu një antagonizëm i qartë midis, edhe ka fillu të ngecë procesi i bisedimeve Kosovë-Serbi. Sot Republika e Italisë tabelat i ka I. Republika e Gjermanisë tabelat i ka D. Djepi gjithë republikave, Franca tabelat i ka F. Nuk i kanë as RF, as RD, as RI. Unë nuk e di me çfarë arsye u vendos shkronja R në tabelat e Kosovës. Nuk ishte me rëndësi si duket tabela. Mund t'i vendosim KO, KA, X, si që është në pasaport. Ishte me rëndësi që të legjitimohet një herë përgjithmonë autoriteti i cili i lëshon dhe administron tabela. Ajo është vetëm një segment, zoti. Po aty filloi arsyetimi që qytetarët serb të Kosovës kanë të drejtën të kërkojnë jashtë kornizës ligjore zgjedhje për të mirën dhe sigurinë e tyre. Kështu që alshim duhet të përmendet se duhet i rikthehemi atij lëshimi.